të ndryshme, pikërisht për të konsoliduar numrat e tij të brendshëm, duke u drejtuar dhe fashave dhe segmenteve të ndryshme të shoqërisë dhe elektoratit spanjoll në pritje të zhvillimeve politike dhe në vendin e tij. Nga ana tjetër, patjetër që në kontekstin ndërkombëtar, zgjedhja e këtij pozicionimi absolutisht që shkon dhe në koherencë dhe me elemente të caktuara të ideologjisë dhe nëse kujtojmë aktivitetin e fundit në Barcelonë, ku zoti Sanchez ishte mikpritësi politik i një samiti të gjerë të së-majtës botërore, por në të njëjtën kohë aktorëve të ndryshëm botëror dhe rajonal nga kontinente të ndryshme, të cilat në fakt kanë përbërë pikërisht një vijë qëndrese dhe antagonizmi ndaj Shtetet Bashkuara, por njëkohësisht edhe Aleancës Perëndimore në tërësi. Sepse do të kujtojmë faktin që të pranishëm ishin dhe vende të cilat janë pjesë e BRICS nga njëra anë, por nga ana tjetër dhe vende të cilat patjetër që në periudhën e tanishme kanë dëshmuar antagonizëm të qartë, jo thjesht retorik, por njëkohësisht edhe politik. Së fundmi dhe deklarata e përbashkët e Meksikës, Kolumbisë dhe e Brazilit dhe vetë Spanjës, për sa i takon dhe një solidariteti me regjimin kuban, patjetër që përbëjnë element ku vetë zoti Sanchez po kërkon në një formë apo tjetër të shpërfaqet si një flamurtar politik i një fryme të re të së-majtës, e cila njëkohësisht shërben dhe si një element për të konsoliduar pozitat e tij të brendshme, të cilat absolutisht janë të brishta si në Partinë Socialiste Spanjolle, njëjtë të brishta patjetër edhe në elektorati spanjoll si rezultati i qeverisje, e cila është tërësisht e diskutueshme për sa i takon bilancave. Dhe kur themi e diskutueshme në aspektin negativ, ku dhe sondazhet apo dhe zgjedhjet të ndryshme rajonale të zhvilluara absolutisht e kanë dëshmuar partinë e zotit Sanchez në numra teje të ulët zgjedhor. Kështu që mendoj që ky veprim politik, diplomatik i tij është përtej një qëndrimi politik, është dëshmi e një akti skenik në kuptimin politik, akt skenik pa thelb, por patjetër me një formë që përcjell një bujë të caktuar në tituj, por padyshim pa thelb në përmbajtje. Dhe në fakt këtë gjë ne e kemi të dëshmuar dhe të vërejtur në mënyrën se si në tërësinë e vet e majta operon, si në politika të brendshme dhe në politika të jashtme, dhe padyshim që thelbi është tek propaganda në vetvete. Dhe në këtë rast kemi të bëjmë me një element propagandistik, patjetër për të rritur sensibilitete të brendshme ose të jashtme në funksion të një agjende politike, por pa rezultat të mirëfill politik që në vetë zoti Sanchez është i vetëdijshëm për faktin që ky rezultat politik në lidhje me këtë nismë do të jetë një rezultat i munguar, sepse në vetvete fryma në Bashkimin Evropian për te kritikave, mosmarrëveshjeve, absolutisht që nuk është në pezullim apo që edhe në pezullim të pjesshëm ndaj një aktori si Izraeli. Patjetër që diferencat janë aty, por këto diferenca janë për të ndarë, për të diskutuar, për të përballur me to, por jo për të ndërmarrë akte të cilat mendoj që nuk i shërbejnë pikërisht zgjidhjes dhe një konsolidimi në tërësi të Aleancës Perëndimore. Kështu që mendoj që ky protagonizëm i cili, siç e thash më lart, për benefite politike të brendshme nga njëra anë, por nga ana tjetër dhe në një tendencë për të krijuar pol i cili te kalon thjesht dhe duhet dhe te kalon qëndrimin ndaj një presidenti individual të Shtetit Bashkuara, mendoj që emocionaliteti në këtë rast politik i zotit Sanchez, mendoj që nuk mund arsyen politike dhe qëndrime të caktuara nuk mund të shërbejnë thjesht dhe vetëm ndaj një individi me emër përveçëm që është presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës në një mandat politik. Por
janë veprime të cilat duhen rishikuar, modestisht që them, funksion të një perëndimore, e cila patjetër ka nevojë për gjithë aktorët dhe nuk ka nevojë për protagonizma të brendshme dhe për benefite politike të brendshme elektorale, të cilat më pas shpërfaqen në politikën e jashtme. Kështu që mendoj që kjo është një nisë propagandistike, e cila nuk ka thelbin e dur, është një akt, por ky akt patjetër që përcjell një bujë, mund të përcjell një lajm, por nuk përcjell zgjidhje. Në asnjë lloj konteksti dhe në asnjë lloj shpërfaqe të termit zgjidhje. Ardit, për te i qëndrimit të Spanjës, të cilin në fakt e shpjegove shumë mirë, unë doja një analist të ndën edhe për sjelljen e presidentit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili njerë thot do sulmojmë, njerë thot do ulemi, do flasim, e kemi gjetur gjuhën, kemi takuar njerëzit e dur, së fundmi me një status flet për atë që e pret Iranin pas të mërkurës, duke nënkuptuar skadimin e afatit të arën pushimit. Në gjykimin tënd, në ç'pikë është konflikti, cili do t'jetë hapi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Izraelit, nga e mërkura edhe në vijim? Në tërësinë e vet, e gjithë periudha që u shënua me deklarimin e arpushimit, në mbrëmjen e 7 prillit mos gaboj, patjetër që është një periudhë komplekse, periudhë e prisht, periudhë e vështirë, periudhë e cila, siç e kemi parë, është shoqëruar me veprime dhe kundër veprime të palëve, dhe këto veprime dhe kundër veprime janë pasqyrim dhe reflektim i qartë, pikërisht, i atyre negociatave të vështira, si në sytë e publikut, por njëjtë edhe larg syve të publikut. Kemi një raund të parë, i cili u deklarua i dështuar, kemi një ofertë të deklaruar të përcjell si terma vetvete nga zëvendës presidenti i Shtetit Bashkuar të SBA-s, por që nuk ja dim përmbajtjen. Dhe nga ana tjetër kemi dhe akte dhe veprime diplomatike dhe përtej diplomacisë, ku akti i fundit ishte padyshim dhe blokada amerikane mbi blokadën iraniane. Pra praktikisht SBA blokoi Iranin në ngushticë si një veprim ndaj blokadave të Iranit ndaj vendeve të tjera. Kështu që të gjithë këto element kanë përbërë padyshim të gjithë pasqyrën e negociatave në tërësi. Negociatat cilat, siç e thash, dhe siç normalisht shkolla politike e nje zhvillohen si në sytë e publikut dhe larg syve të publikut, patjetër që afati i arpushimit, ai zyrtar, është në skadim. Deklaratat e presidentit, unë gjithmonë kam shprehur faktin që deklaratat e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, varësisht emrit të përvetshëm që presidenti mban, nuk janë deklarata për t'u anashkaluar, por patjetër që duhet të nënvizojmë faktin që zoti Trump shpërfaq një retorikë të re, e cila patjetër ka elementet e vet shkundës. Është një retorikë e cila tejkalon retorikën me të cilën shpesh arena politike është mësuar, është një retorikë që tejkalon gjuhën institucionale dhe patjetër që elementet shkundës përbëjnë në shumë raste dhe tempin dhe dimensionin e ri të parathonjes së negociatave apo të negociatave që po zhvillohen përpara dhe uljes së palëve në tavolinë në sytë e publikut. Sepse normal